Shqipëria vetëm e shqiptarëve ishte kur u bë bunker. Dhe e dim shumë mirë si mbaroi ajo histori. Shqipëria nuk ishte të huaj, Vlora nuk ishte të huaj. Kur populli në fund mori detet e mori malet, i rreckosur dhe i bërë kocë lëkurë. Jo. Shqiptarët për Shqipërinë, jo Shqipëria e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve është njësoj si thuash, shtëpia ime është vetëm e imja dhe dera ime nuk hapet. Qa do bësh në shtëpinë tënde nëse dera jote nuk i hapet askujt? Do vrasësh veten. Do mbysësh veten. Do mbysësh fëmijët e tu. Do izolohesh. Nuk do të zërë më dielli. Nuk do mundesh do të më të zhvillohesh nga mendja e kokës, se do flasësh me vete. Nuk është kjo fare ajo që ka nevojë sot Shqipëria. Po Shqipëria ka nevojë për respekt, edhe për zërin e Hoxhës, edhe për zërin e Priftit. Edhe për zërin, për gjuhën, për ngjyrën e kujtdo që Zoti ka zgjedhur ta vendosi në Vlorë, në Shqipëri, në Europë, në Amerikë, në Kinë, në Arabi, në Izrael, në Brazil. Kjo është Shqipëria. Mbaroj Hoxha tani. Janë sa të ri këtu që se kanë dëgjuar në herë Hoxhën, thonë vazhdo se mbaroj. Nuk mbaron, jo. A lini mua kur mbaron, se unë jam I pa fej që I njoft të gjithë ta fet. Okej, tani po. Po kur thonë që do na vinë indianët, do na vinë pakistanezët, do na vinë malajzezët nuk vinë, po malajzezët do na marrin punën në për hotele, do na marrin punën në për restorante, do na marrin punën që është e jona. A thua se këta që I thonë këto mbetën në dyert e hotelet dhe të restorante për të kërkuar punë. Në ndërkohë që këto broçkulla, ja u thonë paturpsisht
e të gjitha atyre të huajve që janë turrur nga Shqipëria për të marrë e për të përcjellë gjithandej gjithë farë lajmesh. E për të përcjellë gjithë farë lajmesh, jo vetëm se një pjesë janë armiq, si që janë iranianët. Jo vetëm se një pjesë tjetër janë konkurrent, si që janë fshinjët që i shpërndajnë gjithandej gjithë llojet e fallsiteteve. Po një pjesë tjetër ka një hall tjetër, nuk e ka fare as me pelikanët, nuk e ka fare as me flamingot, nuk e ka fare as me Vlorën, nuk e kanë ditur ku bie Vlora deri dje, po e kanë me babain edhe me vjerrin e atyre që duan të bëjnë investimin në Shqipëri. Luftën që kanë atje e ushqejmë ne me këta delirantët dhe sharlatanët tanë që hypin në përfoltore, lidhin një flamur kuqezi në qafë këtu, merren me librin e shtëpisë time edhe thonë Shqipëria është e shqiptarëve. Dhe thonë, po na i marrin punën të huajt. Dhe ju thonë atyre që këto rezortet do sjellin të huaj, sa ndër ata ju përmendin dhe ngjyrën e lëkurës, sepse duan që t'i paguajnë për një copë bukë. Ndërkohë që jo në atë rezort, po në hotelet e Vlorës sot që flasim, në restorantet e Vlorës sot që flasim, pagat janë njësoj ose ca më shumë se sa në Greqi. Në Bregdetin jonë, nga Dhërmiu, deri në Ksamil, në hotele, në restorante, pagat janë njësoj ose ca më shumë se sa në Greqi. Dhe natyrisht nuk po i krahasoj me rezortet luksoze të Greqi, po i krahasoj me normalitetin. Por ajo që dua të them është që në ndërkohë që ata flasin për pronat, po shitet Shqipëria, cila si po shitet Shqipëria, në çfarë forme? Shqipëria është përdhunuar shumë kohë përpara sa ju të më jepni mua besimin për të drejtuar Partinë Socialiste. Shqipëria është përdhunuar kur titujt e pronësisë i morën xhobon xhotinxor nga kutit metalike që ishin të ruajtura akull. Dhe ai regjimi tjetër i ruajti akull titujt e pronësisë, jo se i shkonte mendja se do vinin ndonjëherë pronarët, por i ruajti akull sepse në ato tituj pronësie ishte e shënuar dhe e vulosur edhe prejardhja e të gjitha pronave të shqiptarëve, që mos i vinin pastaj një ditë të bukur e t'i thoshin prit pak se këtu ju s'keni letra. Dhe ato tituj pronësie janë mbyllur në kutit metalike sepse i ndjeri dhe i paharruari e Qerem Çabej i shkoi Enver Hoxhës dhe i tha mos i prek pronat. Futi kyçi, po mos i prek, sepse aty janë rrënjët e shqiptarëve. Po erdhën ca shqiptarë të tjerë, se ne ja u lëm të tëra pushtuesve dhe të huajve, po erdhën ca shqiptarë të tjerë, ata shqiptarët e 91-shit e 92-shit, ata që i morën edhe i bën fije letrat e pronave, ata që nuk lanë gjë pa bërë për ta bërë aq të madh çorapin, sa që sot e gjithë ditën shumë kush i paguan pasoja ati çorapi. Por ama natyrisht që ne nuk mund të themi se e çkokolepsëm gjithatë çorap. Por ama është e sigurt që mund të themi se kemi bërë jashtëzakonisht shumë për të vënë rregull hap pas hapi dhe mbi të gjitha të zeza si ato të zeza që sot e gjithë ditën dalin mbi ujë, mbi pronat, ne s'kemi bërë kurrë.
po të ishim ne ata që shisnim Shqipërinë, do ishte privatizuar Sazani. Sazanin ka dashur dhe me të drejtë ta bëjnë destinacion turistik edhe udhëheqësit e tjerë. Por unë dhe ne nuk po bëjmë atë që tentuan të bëjnë ata tjerët, që e ofruan Sazanin për ta privatizuar. Këto janë gjëra që dihen dhe që do dalin një ditë. Ne pavarësisht se ata që na erdhën dhe me cilët po bashkëpunojmë janë shumë herë më të fuqishëm se sa ata të mëparshmit, nuk u kemi thënë Sazani është tokë dhe pronë e popullit shqiptar. Dhe në Sazan ju jeni të mirëpritur të investoni,